Qeveria e udhëhequr nga Kristian Mickoski nuk ndërmori masa për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve dhe i la qytetarët të përballen me koston e jetesës çdo ditë. Kështu thonë në një deklaratë për mediat nga partia opozitare LSDM, duke shtuar se edhe para pashkëve, qeveria e Mickoskit nuk ndërmori asnjë mas, gjë që siç thon ata, është një goditje drejt për buxhetin familjar. Sipas LSDM-s, përderisa familjet përpiqen të sigurojnë produktet bazë, qeveria shpall masa pas festave, duke pritur analiza dhe raporte. Ndërkohë që, siç thon ata, LSDM ka paralajmëruar për javë të tëra dhe ka ofruar zgjidhje konkrete, si atë të uljes së çmimeve të karburantit dhe ushqimeve. LSDM thekson se qytetarët po paguajnë çmimin e kësaj papërgjegjësie. Tregjet janë plot, por çantat e qytetarëve mbeten gjysmë të zbrasta. Bëhen blerje minimale sa për të provuar dhe disa qytetarë vetëm shikojnë përreth pa pasur mundësi t'i përballojnë ato. Mishi i qingjit arrin deri në 700 denar për kilogram, vezët dhe vaji i ullirit janë bërë më të shtrenjta dhe çmimet e domateve kalojnë 200 denar për kilogram. LSDM vlerëson se ky është rezultati politikave ekonomike të vonuara, të pamjaftueshme dhe të gabuara, sepse siç thon ata, Mickoski mbron biznesin dhe fitimin në vend të standardit të popullit. Sipas tyre, qeveria nuk ka ndjenjë për realitetin dhe as për nevojat e qytetarëve.